ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun xhelle xhelalu. Atë falenderojmë, prej tij falje, ndihmë kërkojmë, salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ne gradualisht po e përcjellim edhe 2/3 e Ramazanit, duke lutur Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu t'i bën qabull xherimet tona, taravitet tona, veprat e mira tona. Allahu na pastron prej gjunaheve dhe mëkateve, na bën Allahu te bareke ve teala prej besimtarëve të devotshëm të pranuar me vepra të mira të Zotit i Madh te bareke ve teala. Do të vazhdojmë në ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam, dhe se jemi duke përcjell nëpërmjet ajeteve kuranore, ku Zoti jon te bareke ve teala në Kur'an ngjarjen më të madhe ka bën ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam. Përfunduam në ligjëratën e fundit me faraonin të përmbysur në deti. Dhe Allahu xhelle xhelalu tani më na rrëfen për Musain alayhi salatu wassalam pasi ka kaluar detin. Dhe tani nis një periudhë e re për Musain alayhi salatu wassalam, ku friga edhe e keqja e faraonit më nuk ekziston. Tirania, zullumi, padrejtia më nuk ekziston. Por tani do të nis një ciklet tjetër, një telashe e re për Musain alayhi salatu wassalam me popullin e vet, me bijtë e Israilit, me ata të cilët kishin jetuar kohë të gjatë në diktat. Andaj Allahu xhelle xhelalu u aliroi trupat prej argatit, prej shërbimit ndaj Firaunit, porse shpirtrat e tyre ende s'ishin pastruar nga shërbimi ndaj Firaunit. Andaj do të na tregon Allahu te bareke ve teala se sa do të shqetësohet edhe do të lodhet Musa alayhi salatu wassalam, pasi që Allahu ja mundsoi që në duart e tij të lirohen trupat e bijve të Israilit. Tani nis faza e lirimit të shpirtrave të bijve të Israilit. Pra me vdekjen e faraonit s'ka më shërbim fizik për faraonin. Apo, por tani a kanë trashëguar diçka nga faraoni? Po. A kanë majt në nostalgji për faraonin? Po. Do ta shohim sot me lein Allahu te bareke ve teala. Megjithëse shpëtojmë mbi faraonit, shumë prej kujtimeve u mbesin, shumë prej nostalgjive u mbesin, dhe kjo çfarë argumenton se njeriu nuk lirohet let edhe nëse ndahet fizikisht mbi dikujt. Andaj janë nda fizikisht, madje me sytë e vet e kanë pa vdekjen e faraonit në deti. Sikur që ka thënë disa prej dietarëve që kanë përmendur në tefsire, se masi kanë dalë andaj detit, i kanë thënë Musa alayhi salatu wassalam, faraoni a ka vdek? Do, a ka vdek faraoni ajo? Pra a vdes faraoni ajo? Derisa Allahu ja thot el yawma nunadika bi badanik. Ne sot po ta lajm trupin gjallë që të jetë ajet. Pse? Se kanë dyshu, a ka vdek faraoni ja? Derisa e kanë pa me sytë vet faraonin xhenazë të vdek. Dhe pas këtë kësajna ende ka mbet diçka në shpirtat e tyre. S'janë pastru mirë prej atyre njollave të shirkut të cilat kanë jetuar me shtetin e faraonit. Kush do të më përcjell me Kur'an, do ta vazhdojmë ngjarjen nga surja Al-A'raf dhe pastaj do të kalojmë në surën Taha, nëse Allahu gjatë disa pjesë i ka dhënë në surën Al-A'raf e disa në surën Taha. Dhe kjo vëllezër është prej mrekullive kuranore ku Allahu e ka shpërndarë për Kur'an ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam. Prej ajetit 136 nga surja Al-A'raf, pra surja 7, ajeti 136. Sot Allahu te bareke ve teala, fantaqamna minhum fa aghraqnahum fil yammi bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Sot Allahu te bareke ve teala, ne u hakmorëm ndaj faraonit dhe e mbytëm në lum, apo e mbytëm në deti, siç ka në tefsire. Thot Allahu xhelle xhelalu, kjo nga se ata i kishin quajtur rrena ajetet tona dhe nuk e qanin kokën për Allahun, dhe nuk u kujdesnin për madhninë e Zotit subhanahu wa taala. Deri këtu përfundua. Tani thot Allahu xhela vazhdim, wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ard wa magharibaha allati barakna fiha. Thot Allahu te bareke wa taala, e ne
njerëzve të dobët, por me iman, u alam trashëgim, tokën e lindjes dhe përëndimit të cilën e bekuam, Palestinën. Andaj, prej asaj kohe, mendojnë edhe sot se atyre ju takon toka e Palestinës. Mirë po Allahu Gjelluala të regon neve në Kur'an se me ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çdo e drejt që u ka taku dikujna para se me ardhë Muhamedi alaihi salatu wassalam, është peng i besimit te Muhamedi alaihi salam. Pra kushdo që nuk i beson Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamberi fundit, që të gjitha të drejtat i pezullohen. Shtoja kësaj sa ata kanë mohuar, shtoja asaj se kanë bërë shirk, shtoja asaj se kanë bërë gjunaje në tokë, Allahu ja ka bërë të drejtën. Por në atë kohë ata janë kanë muslimanë. Ata janë kanë besimtarët e kohës dhe ju ka takue toka e bekuar. Thëtë Allahu te bareke ve teala: "Wa tammat kalimatu rabbikal husna", u plotësua fjala e Zotit tan, fjala e mirë e Zotit tan, ala bani Israila, për bitë e Israilit. Allah i ka shpëtu pi Firaunit dhe ua ka dhanë tokën e bekuar, e cila është toka Turi Sejna, edhe Palestina dhe një pjesë që quhet Sham, e cila tokë quhet Shami, është një pjesë e cila përfshin disa prej vendeve të sot të cilat janë me ndarje të reja. Thëtë Allahu te bareke ve teala: "Bima sabaru", vini dhe u alam tokën sebeb sabrit. Durimi është sebepi, se durimi është takvalloku jo durim. Andaj me durim arritën me e marë tokën e shenjtë. Por a do din mja boj izmeti, do ta shohna. Thëtë Allahu te bareke ve teala: "Wa dammarna ma kanu yasna'u Fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rushun." Gjithçka çka kishte trashëguar dhe ndërtuar dhe çfarë ka vepruar faraoni me popullin e vet, këtë asgjësum. 1.600.000 njerëz kanë ndeti me Firaunin. Dhe kush ka mbet? Plakat dhe gratë kanë mbet në Egjipt. Apo, a dhe thot Imam Ibn Kathiri rahimahullahu teala, në Egjipt gratë sunojnë ma shumë se kitë botën. Pra gruaja ka autoritet të madh. Dhe kur e ka diskutuar Imam Ibn Kathiri për ka mbet autoriteti grave i lartë në Egjipt, çfarë ka thënë? Ka thënë nga se kur e ka mbyt Allahu Firaunin me ushtrinë e vet, ju kanë mbet gratë. Kur kanë ardhur bitë e Israilit janë martuar me to, me disa prej tyre. E ato janë ngan gra ministra, gra generala, gra të faraonit, pra gra të cilat kanë jetuar në pallate, edhe e kanë pas autoritetin e lartë. Andaj kanë ndikuar në tabiatin e bive të Israilit. Pastaj kjo është bërë tradit në shumë për gjeneratave ku gruaja atje ka autoritet të fuqishëm. Këtë kjo nga se janë mbyt burra dhe kanë mbet gratë. Vazhdon Allahu gjatë tani me tregue kur del Musa alayhis salam me popullin e vet andej detit, pra afër Palestinës. Thot Allahu gjatë vazhdim: "Wa jawazna bi bani Israil al-bahra", u amundsuam bive të Israilit të dalin andej detit. I shpotoi ata edhe u ambyti kanë faraonin, armikun. Fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Tani shikoni vëllezër, pa u kry ajeti, nis problemi. Ala pa i la kam të mirë pej detit, ala pa zon vend mirë. Sa kanë dalë andej detit, kanë dalë komplet 600.000 bitë e Israilit. Edhe e shohin faraonin duke u përmbyt. Në rregull. Thot Allahu xhelle xhelalu: "Fa atau ala qaum", kanë dalë andej detit edhe janë nal pak me pushue te vendi i parë që e kanë gjetë me njerëzit. Sa kanë hit ai vend, te fshati i parë që ka qenë andej detit kuq, çfarë kanë ndodhur? I kanë pa disa njerëz duke adhuru lop edhe viça. Kanë ndërtu viça edhe lop edhe ju kanë rënë sejdë. Apo, dhe këta në Egjipt i kanë pa këto adhurime, edhe këto idhuj dhe këto puta. Çfarë kanë thënë? Thot Allahu xha: "Fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum." I kanë pa do idhuj te kifshati i ri tash. Sa kanë dalë? Musliman kanë besu Musa alayhis salam, kanë besu Harunit, i ka shpëtuar Allahu bi Firaunit. Ja u ka qel detin Rabbul Alamini. E kanë pa detin, kanë hesa për detin tokë, tha.
Dhe mas kitë kësajna, sa kanë hi, për këtë arsye vëllezër, nuk lirohet njeriu nga gjurmët dhe njollat e shirkut let. Andaj kitë Kur'ani ka ardhur me pastru njeriu mbi shirkut. Allah na pastroj mbi shirkut ya Rabbal Alamin. Mos pi bëj Zotit ortak. Andaj fjala la ilaha illa Allah, çfarë do të thonë? S'ka Allah ortak. Allah është i vetmi që adhurohet. Allahu ja ka kërkuar që na Allahu t'i thëna kul huwallahu ahad. Çka tauhid? Mi beso Allah dhe një, s'ka shok në asë një emër të ti. Në asë një emër, asë Allah, asë Rahman, asë Rahim, asë Tawab, asë ketë është një, subhanahu wa ta'ala. Asë furnizim, asë në halal, asë në haram, vetë është një, subhanahu wa ta'ala. Po për këta nuk janë liru nga ketë shirku. Kanë vazhdu njollat e shirkut. Pra virusi ende është e ta. Pra janë liru me trup, ama shpirti ende funksionon me qka. Sa e kanë pa vichin. Dhe shiko, dhe kjo argumenton vëllezër se njerëzit shumë provokohen nga idhujt. Shumë provokohen. Kanë pa shtatore e madhe, apo shtatore e madhe, edhe lopë të shumta, edhe sa kanë shku ati, thotë Allahu te bareke ve teala. I kanë pa idhujt. Edhe i kanë pyet atë popullin. Pse i adhuroni ju këto? Pse ju bani ibadet? Ka thonë na me adhurimin e këtyre afrohemi te Zoti i Madh. Iko, na këto nuk i adhurojnë se veç pse janë idhuj, po këto na afrojnë te Zoti. Edhe kur kena zor, na i hekin zorin. Hasha wa kella. I madh është Allahu xhel xelalu. Shikoj vëllezër, kërkesa e parë, e cila i tregon tani Musës pi Firaunit pështove. Tash nisja me sikletët e popullit tan. Sa kanë nis me xehel. Pra, e kanë kalu detin me mrekullit Zotit. E kanë kalu detin, kanë pështu ata, ka vdek Firauni. Tani, shikoni tani ignorancën. Shikoni padijen. Allah në rrët nga padija. Allah në rrët nga ignoranca. Sidomos ignoranca për Zotin e madh. Mos me njof Zotin tan. Mos me njof kudretin e Zotit tan. Thëtë Allahu gja, kalu ja Musa. Vini re vëllezër. Këtu kemi një lloj, një varg ignorancash. E para, ju ka pëlqije të adhuru lopën. Sa mirë këto adhuroj kanë. Këni paplet dhe njëzve, u knaqën këto. Në dunja, po, ren, po, apo. Shiko sa njerëzve ju pëlqejnë civilizimet e huja. Ani pësa të adhurojnë minin, adhurojnë lopën. Po ama thot, po ama pare po kanë ato. E tjerë. Shiko, ignoranca e parë ju ka pëlqije adhurimi lopës. E dyta, s'kan prit njëherë me thonë, ka dale, se na kena pejgamber me veti. Kena pejgamber, më pas pëlqi mu në të fole ky. Jo, s'kan prit minjarë. Kalu, minjarë, o Musa. E treta, ignoranca e tretë. Çish i thuhet pejgamberit? A i thuhet o Musa, a i thuhet ja Rasulullah. Ja Rasulullah. Në Kur'an nuk në ka ardhur as një ajet që bit e Israelit i kanë thanë Musa a.s. ja Rasulullah, o i dërguri Allah. A Muhammed a.s. si e kanë thirë muslimanët e parë? Si e kanë thirë sahabët pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam? Ja Rasulullah. Sa hadith i kemi? Ja Rasulullah, o i dërguri Allah. Kulna ja Rasulullah, tham o i dërguri Allah. Për këtë arsye vëllezër, njëra prej edepeve më të mëdha të umetit Muhamedit alayhi salatu wasalam është se na a i thojna Muhamedit sallallahu Muhamedi? Jo. Çi si themi? I dërguari i Allahut. Nëse themi Muhamedi, themi Rasulullah. Nëse themi Muhamedi, themi sallallahu alaihi wasallam. Sa është i dërguari i Allahut. Nuk lejohet të thonë Muhamedi, keni vënë se çka ka thënë Muhamedi? Çka e kiti Muhamedin? Ai është i dërguari i Allahut, as gruaja vet. As migja i vetë që konë maj madhë se aj, gjithmoni ka thonë ja Rasulullah, o i dërguari i Allah. Edepi në maksimum, tërbija në maksimum. Shikoj këta, kalu ja Musa, leje që kërkesa ka me kanë në mënyrë më të keqe të mundshme, shtoja kësaj që thonë ja Musa, o Musa. Kalu ja Musa, ij'al lana ilahan kema lahum aliha. I ka thonë, o Musa, hajtë banë edhe neve në qështu një zot, që që pas kanë këto. Ndreshën edhe neve një lopë, ta adhurojnë edhe na. Sikur që e kanë këta. Hasha vë kella. Besimtarët e partë Musa a.s. Ka artë asmetime se kanë thanë një grupi të në. Një grupi të në. Dikun 70.000 njerës. Nuk ka dishka të sakt që e përcakton sa njerës kanë thanë. Jo krej. Disa prej tëre kanë thanë. Kanë thanë, o Musa,
ai na I ban ti neve një Zot, mirë vëzër. A bëhet Zoti, a Zoti të ban tije? Shko, veç këre kërkesën, ij'al lana ilah, na I ban neve një ilahen, një Zot. E mirë, a ti e ban Zotin, a Zoti të ban tije? Kush ka në kryon? A ti e kryon Zotin, a Zoti të kryon tije? Zoti të kryon tije, ti adhuron Zotin Gjelle Gjelalu. Ai të kryon, ai të furnizon, ti adhuron. E si shka mundësi, ij'al lana ilahen, ti na I ban neve një Zot. Mirë po ignoranca në kulm, padia në kulm e ban vetën. Thëtë Allahu te bareke ve teala, o Musa, na e ban edhe neve një Zot. Qish pas kanë këto shumë Zota? A kush ju pështoj për faraonit? Kush e mbyti faraonin? Qka I thonit Musa s.a.s. tu kanë të faraoni? O Musa, lutë Allahin, lutë Zotit, në shpëtoj, se së më borrina më këtë zahmet nda shërbimit faraonit. Thëtë Allahu te bareke ve teala, ju ka thënë Musa, kale, innekum qaumen tajhalun. U ka dërvozu shumë Musa, ka thënë, ju ka një popull gjahil. Sa sikleti tjetër, siklet me popull. Ka thënë, innekum qaumen tajhalun. A ju ka një popull ignorant. Ju s'po dini çish kërkohet ban më një Zot. Hasha wa kella. A kërkohet njëri ban më një Zot? Thëtë Allahu ja, inna haulai mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu ya'malun. Thëtë Allahu te bareke ve teala, ju ka thënë Musa alayhis salam, krej që to vepra që I bajnë këta njerëz, mutabbar është shkatërrume. Adhurimi I lopës o I shkatërrum, adhurimi I vigjit o I shkatërrum. I shkatrum, e shkatrum o lopa, e shkatrum a ki shkatrum. Këtë shkatrum janë, këtë asgjësume. Pas e shka thonë, jo e batil, kjo në batil, kjo kot, kjo nuk ban dobi, kjo nuk sjell dam. Thëtë Allahu te bareke ve teala, kale, ka thënë Musa alayhis salam, e gajrë Allahi e bëghikum, a jashta Allahi të do një dikana. Allah ju ka kriju, Allah ju ka furnizu. Për këtë asyl dhe zër, gjëja e parë, me të sinën ballavaçohet Musa alayhis salam, pas e kalon detin cila mësimi I të uhidit Allahu Gjelle Gjelalu. Kanë arru bitë e Israelit që ka e kanë pa të uhidin mesin. Që që kanë pa të uhidin mesin? Po kush e qelë detin? Kush e qelë detin? 12 dyër, 12 udh. Kush e qelë përveç Allahu Gjelle Gjelalu? Kush I ka pështu për Firaunit 1.600.000 njerëz ushtar? I ka pështu Allahu Gjelle Gjelalu me gjitha ta që ka. Për këtë asyju dhe zër, o shumë më nënsi gjithmonë me nejt afër mësimeve të Islamit. Sepse njerëzit qëfar? Njerëzit janë emocional, euforik, edhe kanë padije. Dhe kjo padije vazhdimisht du të me nejt ku? Afër ilmit, afër Kur'anit, afër dijes. Në mënyrë që gjithmonë ta kafshon virusin. Se virusi vjen. Apo, shikon njeriu pa kurenin I fëtsotësi, pa kurenin se ka pak ethe, me njerë mërë masa. A marrë një masa që shtu edhe kur nga ka plën do një mëkat, do një gjuna, do një padije për shirkun, për kufrën e kështu më radhë, duhet me njerëve me reagu njeriu. Thëtë Allahu Gjelle Wala vazhdim. Kalu e gajrë Allah. A jashta Allahit për më thoni me mjëtir dikuna. E gajrë Allahi e bëghikum ilahen wa hu e faddhalekum ala alamin. A jashta Zotit do një Zota. A jashta Allahu do një Zota. A do një dikan tjetër me adhuru kur Allahu juve ja u ka bo qëfar? Shkallën matë lartë këtë botës në kohën e bijve të Israil dhe zër. Vini lejtëni. Që to që kanë thanë, na e ban neve një Zot o Musa, ta adhurojna një vich, një lopë, që të janë konë matë mirë të asaj vaktit. Matë mirë s'ka pas. Nuk ka pas matë mirë. Krejt bota ka qenë pagan, mushrik. Krejt bota përveç bijve të Israilit. Dhe shikosh ka hek. Apo, për këtë asyjo dhe zër, Allahu Gjelle Gjelalu të regon neve sa të mira neve na I ka dërgu me Muhammedin sallallahu alaihi sallam, që na e ka zbit këtë Kur'an, e na e mëson vazhdimisht librin e Zotit Gjelle Gjelalu. E I mësojmë për librit Allahu se cilët janë hakët e Allahu te bareke ve teala. A keni pa vëzër në dunja ka shumë organizata. Shumë organizata për të drejtat e njerit, organizata për të drejtat e kamionave, organizata për të drejtat e aeroplanëve, organizata për të drejtat e turistëve, organizata për të drejtat e xhamave, kur do të prishet xhami ai shkon atje ankohet, organizata për të drejtat e macave, organizata për të drejtat e qenve, etj tash hin lexon në Google sa organizata ka. Gjeni organizat ku shkruan atë organizata për grumbull njerëzish, të cilët rrinë nga dishmëri. Kur t'i shkelet haki Allahit ato reagojnë. Organizata për të drejtat e Zotit Gjelle Gjelalu të mos I bëhet ati ortak. A ka? A është një organizat. A më jo zyrtare. Ata
njerëzit që ka mësojnë librin e Allah, muslimanat, besimtarët. Kur'ani dhe zë çfarë është? Kur'an, mësimi Kur'an, kur ti mëson Kur'an, ai dhan halq. Kjo halq organizimi për të drejtat e Zotit xhel, mos mushkel drejta Allahut. Mos mushkel drejta e Zotit xhel xhelalu. Shikoj se për shembull sot. Apo një gabim e mjekut, pasoja vdes njëri, apo me njëherë dalin organizatorët. Kjo është shkelje, kjo mos përfillje, kjo mos pos kujdes se keni mit njerin, apo çohet organizata. E kur na besimtar, për shembull, kur ti hallet një hak Allahut, kur ti shkelet një drejt Zotit, kur ti bëhet një mëkat Allahut, do të thonë, shkoj u shkelet drejta Zotit. U shkelet drejta Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A ka organizata? Ka, mirë, po jo zyrtare. Nuk I njohin botë, janë ulemat, janë dietarët, janë xhallarët, afuzlarët se e ruajnë fen Allahu subhanahu wa taala. Allah na bëf fetë ya rabbal alamin. Fat Allahu te bareke ve taala, Allahu ju ka bë njerëzit më të lartë në dunjë. Ju lipni Zot përveç Allahu xhel xhelalu. Kjo vëzë argumenton për ignorancën e popullit të Musait alayhis salatu wassalam. Wa idh anjaynakum min ali fir'aun. Ka filluar më u përmend të mirat. Çka ju ka bë Allahu xhelalu? I ka thënë Allahu te bareke ve taala, a nuk ju shpëtoi Allahu pi Firaunit? Min ali Firaun, pi shtetit Firaunit, pri grumullit Firaunit. Yasumunakum su'al adhab. Ata ju dënonin juve me dënimin më të madh. Punonit për ta me punë të rana. Ata veç ka nejt ju keni punue, kena kalu detin. Aja mit ju lipni Zot tjetër përveç Allahut xhelle xhelalu. Thot Allahu te bareke ve taala, yuqattiluna abnaakum. A nuk ja u ka vrarë Firauni fëmijët? Wa yastahyuna nisaakum, dhe u alin të gjallë gratë për t'i poshtërsue dhe për të abuzuar me ta. Dhe Allahu te bareke ve taala, wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adhim. As ju ka sprovu Zoti bolla, as ka kon bela që keni jetuar në shtetin e Faraonit dhe ju ka torturu me torturat më të mëdha. Ju pshtoi Allahi, vun po lipni viç me adhuru, lop me adhuru. Kjo krim o vëzër. Nuk ka krim në tokë më të madh se sa më shkel Allah I drejta. S'ka krim më të madh. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Allah I vendim të prerë ka marr. Vendim prerë në qiellin tokë. Edhe këtë hapësirat ku ka ekzistencë, që mos të adhurohet askush përveç Allahu. Veç Allahu mu njoft. Veç Allahu mu judit haki subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu jalla jalalu, wa wa'adna Musa 30 lejla. Tani vëzër, normal se Musa alayhis salam e pezullon këtë kërkesë dhe nuk jo realizon dhe ju flet dhe ju kallzon. Mirë po, shejtanët për njerëzve rinë hazër. Edhe shfrytëzojnë një dëshirë dikujna, ka qenë njëri, thuhet ka qenë prej munafikave, I cili ka dalë me Musa a.s. e ka kalu detin. E ka pas emrin Samiri. Ky Samiriu, që ka ba? Ky ka pas shef t'i baje pagan, bitë Israelit. Apo, t'i baje pagan. Thuhet që ka dash mushti me Musën. Apo, dëbat për nga mërë. Thuhet që ka pas emrin Musa. Apo, Allah ka thuhet Samiri. Dhe, mirë po së nashtu që ki për nga mërë I Zoti Gjelle Gjelalu. Dhe qëfar ka ba? Ka dash mushti me Musën a.s. A dhe ta shumë në surën Taha. Tani që ka ba? Ka thonë, këto e lip kanë viqin. Ama e nali Musa a.s. Ska viq, ska mu adhru përveç Allahu Gjelle Gjelalu. Mirë po që ka ban tash? E shfrytëzon mos pranin e pejgamberit Musa a.s. për të afut viqin ati mrejna. Apo, dhe kjo dhe zëshfar argumenton se shejtan u alexoj njerëzve dëshirat edhe aprit momentin. A e ke lip që ta, apo, që ku e kje? Iblisi, alayhi la'natullah, Iblisi, kur ja ka ndalu Allahu Ademit a.s. pemën, ju ka sill, e ka këshyr. Qa po do ki? Apo, edhe ka pas se Ademi sillën rreth pemës, ama nuk e hasë, është ndalume. Edhe ka studiu Ademin a.s. Ka thonë Ademi, qka do mas shumë ti? Mos me dek. S'ka me rak me dek. Kur s'ka me rak me dek? Edhe çfarë ka ba? I ka thonë Iblisi, që shka në ka zhuallon sura Araf, ka thonë, o Adem, atë kalzoj një pem me bo me hangër s'des kur. O që atë ja të më shku menja muhe, mos me dek kur. A mu shbara më nuk me dalë dë një firmë, edhe me thonë, hajdi pini që të hapa, edhe s'ka mu as kancer, as covid, as muje, as deke. Apo, arel, sa mu në me pritë ranë ati? Miliarda njerës, të në nishkruje, be ma hapim, s'du me dek kur. Kejtë, apo, Allahu alem, Zotin arrujt, sa hapi njerës që ka deklaruar musliman këshim pritë ranë ati. Të e ditë hak që ja vdekja, apo, mirë po, qëfar? Iblisi qka I tha?
Tha, të kalzoj një pemë. Si ta hajsh ata mu nuk des. Hajsh ata këtë prit. Edhe tha, këtële që kjo pemë e ndalume. Tha, Allah nuk ta ka ndalu këtë pemë, vetë mës me të rokë vdekja. Edhe e murë hangër. Me shpresë mës me dek. Qka i tha Allahu Gjellola? O Adem, as të ndalova, apo? Zri poshtë. Zri poshtë, dindu një. Për këtë asyje kësë Samiri ju i ka përcjell, ka thonë këto vicin e doj kanë. Ama Musa aty së mban kur gjo. Autoriteti Musa a.s. ka pengu adhurimin e vicit. Tani, çfarë ndodh? Musa a.s. i premton Allahu për të herën e parë, dhe ju kallzon Musa popullit vet se Allahu kur të na shpotoi epi faraonit, ka më na i dhënë një shariat të veçantë për neve. Ka më na dhënë një ligj të veçantë për neve. Edhe populli vet, cili është shariati? Ku është Tevrati? Atëherë Allahu Gjellola e thirr Musa a.s. E thirr në Turi Sejna. E thirr në Turi Sejna. Thot Allahu Gjellola në vazhdim. Wa wa'adna Musa 30 lejle. Ne i premtuam Musait a.s. 30 nat. E ka thirr 30 nat vet. Ka thonë leje popullin, hajde në Turi Sejna, edhe ban aty ibadet prit. Ka shku agjëru shumë 30 dit. Apo? Dhe kur plotësohen 30 dit, vini revizor. Allahu Gjellola thot në surën Al-Baqara 40. Mirë, po këto e ka përmendur një herë 30. Sepse ka shkuar një muj edhe ka agjëruar Musa a.s. Dhe kjo vëzër na e kujtoni diçka. Se agjërimi e afron robin me Zotin e Madh. Pak para se me fol me Musa me Zotin e vet Xhel Xhelalu në Turi Sejna për çdyti. Tash ka me mor Tevrati. Para se me fol, një muj dit ka agjëruar. Ka thoni mu këthiri, që kur qartë transmetime shumë nga Ibn Abbasin, nga mujahidit e tjerë videotarëve, ka agjëruar muajin Dhul Qa'da, një muaj para haxhit. Allah na mësoft haxh dhe umra ya rabbel alamin. Një muaj para haxhit, Dhul Qa'da ka agjëruar komplet. Dhul Qa'da ka agjëruar komplet. Dhe thot Allahu Xhel Xhelalu, i premtuam Musait 30 nat, 30 nat agjërim. Apo, për këtë arsye dhe zot, veç në agjërim ka ardhë fjallë Allahu Gjellohan Kur'an surën Al-Baqara wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Veç të gjërim. Veç të gjërim ka. Kur të pyesin robët e mi për mua, thuj unë jam ngat. Afër jam. Afër. E mirë vëzër, kitë që të agjërimi shka i banëm na. A u afru me Zotin? A u lirun pi gjunave? A na shkon menja pak mëkat? A na shkon menja prap ka e keqja? Si cili për neve di gjevabin. A jemi afru nga Zotit? Vezëra, ka mundësi një njeri mu kanë nga Zotit? Se shpesha na i him labirinteve, po dush mi pësu me selë është trosh. Nëse një njeri janë nga Zotit, a i shkon menja ka e keqja? Njeri me pas një njeri dos një melache, a i shkon menja ka e keqja? Jo nuk i shkon, se melachen e ka shok. Para me na mu kanë njeri nga Zotit, Allah në vabu nga ti ja rabbel alamin. A shkon menja ka e keqja? Jo. E pse trunat e tonë vlojnë për menimet këqia? Se s'jena nga Zotit. S'jena nga Zotit Xhel Xhelalu. Për këta që dhe zë një njeri nga Zotit, një njeri agjërueshëm, me të vërtet agjërueshëm. Thëtë Allahu gjakur e kryna ajetin agjërimit, wa idha sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kur të vesin ropë për mu, unë jam ngat, me kanë, me agjërusit. Me agjërusit. Le të mbindën muë, le të mlutën muë. Për këta që dhe zë 30 dit agjërim i ka bo Musa a.s. 30 jaumen. Kur i ka plëcu një muj dit agjërim, qëfar ka bo? E ka mor një misfak. Edhe ka thonë, ti laj dhamët, se prej agjërimit shumë, mu ka tha goja. Se Musa a.s. nuk ka agjëru si na. Apo, agjërot 13 sahat, ha ka 3 sahat. Edhe ajo ve barabar, apo. Po mushet e zbraz baterien love, e musht 100%. Ja s'ka agjëruaj qështu. Ka agjëru pak e ka pris sa menet. Sa mos mira kurizi. Ka agjëru prap. Ka mudzatet me Zotin e Madh Xhel Xhelalu. Na qish agjërojnë o vëzër? Ketë manoj e agjërimit, prishet me supë. Me supën e parë. Mos folim sa ne manatara. Mos t'i hina më sa nena me pitet moja. Mo abeti ketë hupët. E Musa s'ka agjëru qështu. Edhe pishkak se pak ka hangër, shumë ka agjëru, pak ka hangër, edhe ka thanë, qysh muzatetun e me Zotin, kur era gojen vjen. Edhe aty ka thënë Allahu Gjelluar, o Musa, pse i lajt e dhënd? Tha o Zot, mërmare, se do është ta më stëmbene era. I ka thënë Allahu Gjellalu, apo transmetime ka që Gjibrahil a.s. Ka thënë a nuk e di se era e gojës agjëruesit te Allahu është ma e këndshme se era e miskut. A një pse ti të vjen këtu era keqe?
pi devotshmërisë te Allahu shkon era e mirë. Pi devotshmërisë shkon te Allahu. Kur te e therr kurbanin për hir të Zotit xhel xhelalu, a është aty gjak? Apo ti gjak, mish, atë Allahu shkon te valloki, te Allahu shkon devotshmëria. Andaj era e pakëndshme e agjërusit është e këndshme te Zoti xhel xhelalu, është si misk te Allahu xhelalu. Atëri ka thënë Allahu te bareke ve taala edhe 10. Allah ka dhënë ka thënë edhe 10 tjera, 14. Wa atmamnaha bi 10. I ka thënë Allah, plotsoj edhe 10 tjera. Bani 40 ditë agjërim. Edhe i ka agjëruar edhe 10 ditë të Dhulhijhes. Edhe ditën e Nahrit, ditën e shka na e kena Bajram. Apo, dita Arafatit, dita e Bajramit. Çka ka bëu ditën e Bajramit e ka plotësue dhe atë ditë shka na e kena Bajram është taku me Rabbul Izza, me Zotin e Madh xhel xhelalu. Po takohet për zdyti me fol me Allahun subhanahu wa taala, i ndar pi popullit vet. Popullin e vet e ka lënë anash për të fol me Allahun xhelalu ala. Thot Allahu te bareke ve taala, fa tamma miqatu rabbi. U plotësua koha e takimit me Zotin e vet subhanahu wa taala. 40 lejle, 40 net. Wa qala Musa li akhihi Haruna ukhlufni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabil al-mufsidin. Thot Allahu te bareke ve taala, kjo ka ndodhur para se me nis për me shku me Zotin e xhel xhelal. Mir po Kur'ani vetë donjëherë disa fjali i kallzon për shkak të rëndësisë, pastaj e kallzon një fjali që ka thon më herët, ama e ka vanuar në fjali. Për çfarë arsye? Se kjo më e rëndësishme se kjo. Kur ka dal Musa para se Musa të jetë me Zotin, i ka thon Harunit, i ka thon o vllavi jam, rriti me popullin, unë të shkoj vetëm me Zotin. Ti plotsoj ditët e mia dhe kam me marr të vratin pe Zotit te bareke ve teala. Edhe i ka thon o vllavi jam, rriti me popullin tem, dhe bëm punë të mira, rregulloj ata, ndreqi ata dhe mos i ngo fesat gjit. Pse e ka thonë çka vëllazë? Pika e diti që ato kanë me bë fesat, pa i thanë sa dolën për detit, bana një viç. A e ka ditë se këto janë të sill muhabetet këqija. Ata ka thonë mos gabon mi ngu, ata shka lipin fesat, ata shka bajnë shirk në tokë, mos gabon mi ngu ata. Thot Allahu xhamë vazhdim. Wa lamma jaa Musa li miqatina. Kur erdh Musa mas e plotsoi 40 ditë. Erdh te takimi me Zotin. Wa kallamahu rabbuh. Prapi foli Allahi. Prapi foli Allahu xhelalu ala. Thot Allahu te bareke ve taala, mir po tani Musa alayhis salam, kur e nin vëzër zanin, çka mallëngjet njeriu, ka pas çfarë ta shohë. Dhe dëshira më e madhe vëzër e kit pejgamberëve ka qenë me pa Allahin subhanahu wa taala, krijuesin e botrave. Ata ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë dhënë Imam Buhariu, Imam Muslimi, innakum satarawna rabbakum, ju keni me pa Zotin e juve, hiç pa ushtrie. Ka thënë, kur e shihni hanën, ashtini, ai thotë dikujt, "Hikse s'm bëj hanën." Jo, këtë e shohim. Ka thënë, "Kështu keni me pa Zotin e juve, Zotin apo fitën ya rabbul alamin." A mund ta parë vëzër sa bukurit i ka kriju Zoti në dunjë? Apo sa bukurit i ka kriju Zoti në dunjë? Sa njerin e bukur e ka kriju, sa njerin e dishëm ka kriju, sa pallate, sa ujra, sa lumej, sa bukuri dhe bukuri, ari dhe argjend dhe kështu me radhë, sa punime në dunjë të mira, këto Allahu që ka sa qiellin, sa yrin, sa diellin, sa hanën. Po para më no krijuesi i madh. Krijuesi i cili ka kriju këtë këto. Si mund duket ai, subhanahu wa taala. Andaj nuk ka kënaqësi në xhennet më të madhe sepse Allahu kur e hek perdën e vet para banorëve të xhennetit. E ju thot, a doni mo diçka, ato pi kënaqësive të mëdha, ka mo, këtë na ke dhënë. Allah thot ka dalë ta hek perdën. Allah na bëf fitën ya rabbul alamin. Kur ta hek perdën me pa Rabbul Izza, Zotin e Madh xhelle xhelalu, nuk ka kënaqësi më të madhe. Nuk ka kënaqësi, se ai është krijuesi i gjithësisë, subhanahu wa taala. Vetëm të shikuarit në ta është maja e kënaqësisë, subhanahu wa taala. A keni pa vëzë njerëzit? Po duhet mi prutë njerë të shemë se dikush thot, çfarë kënaqësia me po Zotin, ha? Njerëzit kënaqen vëzër, po shkojnë api më doktës, apo? Keni pa kur e shojnë altanin? Apo, ndryshe, shemull, kur e mbush durt me altan, me argjend, edhe kur çiki durt, apo? Ndryshe kur zbukurohet me ari dhe argjend, edhe ndryshe kur si ka. A kënaqen njerëzit kur e shohin një fëmijë të bukur? Po. A kënaqet burri kur e shikon një femër të bukur? Po. Apo, kjo si be për me këshirë, po kënaqet kur e këshirë. Mund është me pas gruaje halal, a nëse sa halal nuk lejohet me këshirë. Ama aja kërkon, aja jo është nefsi vet, po. E mirë dhe zërë, kjo është bukuria kësaj bote, apo. Tjorgovantat, a ju kënaqen kur i këshirëni? E një ato tjorgovantat?
A kënaqet njerëz, ku veç ku ta shef. E jorgovan thotë xho. Kjo e veç ku ta shofe. Ajo letër fabrike ka po. Amba pse e kënaq? Se e di se kjo ka vlerë. E kënaq jorgovanta. Edhe ato të verdhat, edhe ajo e gjelbërta, e kënaq. Ose ato matrasha ata, ti zvicës ato, ala më shumë të kënaqin ato. Këto janë kësaj bote o vëllezër. Këto janë kësaj bote letra me ngjyrë, e shtyp printeri ata. E mirë o vëllezër, para mendoni këtë bukuri me e pa krijuesin e madh xhelle xhelalu, i cili s'është i krijuar, s'ka fillim, s'ka mbarim. Zoti i madh xhelle xhelalu. Atëherë kur e ka dëgju fjalën e Zotit, ka thënë Allahu xhelalu ala në gjuhën e Musait, qale rabbi arini anzur ilejk. Ka thënë Allah, amlet shoh. Kjo nostalgji e madhe, malli i madh. Ka thënë Allah, amlet shoh. Apo pasaj që ka thënë Allahu xhelalu, ka thënë qale lan tarani. Ka thënë o Musa, nuk mundesh me pa. Lan tarani. Dunjas mundesh me pa. Kështu e ka bërë ligj Allahu xhelalu, lan tarani. E kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ka hyrë në Isra dhe Mi'raj. Hadithin që kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në hadithin e gjatë. E kanë pyet ja Rasulullah, a e ke pa Zotin tan? Ka thënë nurun an ara. Nuri i madh. S'mushë me pa, perde e madhe. S'ka mujt me e pa Zotin e madh te bareke ve teala. Mirë po, ka thënë se tarawna rabbakum, keni me pa në xhenet. Apo, e tani Allahu i kalzon Musës, e di që malli janë i madh me mpa o Musa, ama nuk e ki strukturën fizike për me mpa, takatin. Me që se Musa kon i fort, ka thonë s'ki takat me mpa. Që i ka thonë, ka len të rali, s'munesh me mpa, o lakin undur ilel gjebel. Ka thonë mirë po shikoj një kodër, qatë kodrën afër që ka e kije. Ka thonë, fe inis të karra me kane, fe saufe të rali. Ka thonë këshire kodrën, pi paracit në unë e kodrës veç pak, ka ardhë hadithë, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, ja ka paracit Allahu prej nurit vetë, sa? Vetëm sa një pjesë e gishtit vogël, pi nurit vetë, gjelle gjelalu. Fa, edhe i ka thonë, pe ja paracesën e pak dritë që sa i kodre. Ti a je ma i forë se kodra, jo, kodra ma e madhe. Pe ja paraces kodrës, si të rije kodra, mshe edhe ti. Ka thonë Allahu gjelalu, vazhdim. Fa inni stakarra me kane, fa saufa të rani. Si të rije kodra, si t'i baj bal nurit kodra, edhe ti ki me bal. Atëri ka thënë Allahu gjellë, falemma te gjelle rabbuhu lil gjebel. Kur Allahu ju shfaq kodrës. Ka ardhë hadithe, edhe që ka ardhë të smetime për shumë për vëzirave të parë muslimanve, ja ka paracitë Allahu një grimës dvogël nga nuri i vetë, gjelle gjelalu. Pasë që ka thënë, që ka vëzë dikush nuk mund me kuptë, thot, pse nuk mundë me pa Zotin dunja? Dillin së në shenë, mit dizvere, qoj i sit ka dilli, krijes e Zotit, krijes, në gjenem ka me shti Allah i dillin, së në shenë, jo dillin, kjere lusterin vazhdimisht, veç të hupët, apo para spesha, e ku i libri hik komplet, për çfarë arsye? Sepse kjo ka ma shumë fuqi se ti, edhe ta hu para spesha. Thot Allahu gjele gjelalu, falemma te gjelle, rabbuhu lil gjebel, Allahu i paracitet kodrës, Gja'alehu dekka, copa shpërthen kodra. Nuri madhi Allahu gjele gjelalu, shpërthen kodra copa. Wa kharra Musa sa'iqa, edhe alivanoset Musa a.s. Fuqie madhe Zotë gjele gjelalu, një grimës dvogle ka paracit, subhanahu wa ta'ala. Pas e ka thanë, falemma e faq, pasaj zgjohet Musa a.s. nga alivanosja dhe këthjelët, kale subhanak, i ka thanë, o Allah, i pastërje për të metave, i pastërje nga të ligat, i pastërje nga mangësit, subhaneke, i madhje o Zot i madh të bareke ve teala, tubtu ilejk, pendohëm të tin nga kjo kërkes, nuk e kërkoj më këtë kërkes, se nuk kam mundësi me të pa, nuk pas në takat me të pa. Thëtë Allahu të bareke ve teala, ka thënë Musa a.s. Wa ana awwalul mu'minin, ka thënë o Zot, unë jam i pari besimtar. Komentatorët kanë shumë tefsire të ndryshme pse ka thonë unë jam i pari besimtar. Realisht ai është besimtar, edhe pejgamber, edhe ai që flet me Zotin. Ai ka shumë grada. Mirë po ka thonë, sikur ka ardhur nga Ibn Jeriri, nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, se ka thonë Abdullah ibn Abbas, wa ana awwalul mu'minin, ka thonë unë jam i pari besimtar që e besoj se në dunjas mund të pa kërkush.
Po jo që unë jam besimtar jam, po se po. Ka nda disa komentator, unë jam besimtar, ba, unë besoj fuqishëm të ti, edhe pse e parë se së më po të qofë. S'ka mundësi me pa Allahu subhanahu wa taala në dunja. Thot Allahu xhelle xhelaluhu në vazhdim, kur u ka zgjuar. Qale ya Musa, i ka thënë Allahu Musa alayhi salatu wassalam, o Musa, inni stafaituk. Ja, vini rëvëzë. Çka i than populli i bijve të Izraelit për me kërku te Musa alayhi salatu wassalam? Çka kërkuan? Me adhuru viçin. Në rregull? Çish e thirrën? Ja Musa, o Musa. Çish i tha Allahu ja Musa? A ka drejt robi me thirë Musajin që që thirë Zoti vet? Jo. Kjo që ka kalzon? Kur ti e thirë dikan emën, a i ka autoritet, qka i të dosh me kalzu? Se unë zbaj hesab autoritetin që ka e kja, ba? A që kjo? Por që më nëse njëri o profesor, dhe ti ki thue, ku i jeve? Qa i be kjo? Se unë s'tabaj malë profesor lëkin. Nëse njëri është hafës, dhe ti e thirë me emën, o filan, kjo qka i be? Se s'tabaj malë hafës lëkin. Nëse njëri është hoq, dhe ti nuk i thu o hoq, po i thu o filan, kjo qka i be? Se s'tabaj malë hoqë lëkin. Në regull? Pra kur dikush nuk janë një autoritetin dikuj dhe e thirë me emër, i bje që unë nuk ta vlerësoj autoritetin. E mirë, Allahu gjera është Rabbul Izze, Zoti i Madh. A ka drejtaj me thirë robin e vetë o Musa? Po, se aja ka thonë pejgamber lëkin. Ama a ka drejt njerëzit e thjesht mi thirë o Musa? Jo. Po te këto ka pas lloj kibri. O Musa. Qysh o Musa? O ki pejgamber, si ka thonë ja Rasulullah. Për këtë arsye vëllezër, Allahu xhel xelalu për me ndëru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i vetmi pejgamber i dërguar i Zotit, që neve Allahu na ka treguar në Kur'an, që Zoti nuk e thirr o Muhammed. Si e thirr Allahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Kur'an? Shikoj se ai thot ja Musa. Allah i thot o Musa. Kjo ndërrosh ama e ka thirr me emër. Kur e ka ngrit Allahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi kët pejgamber, siç ka thënë ja ayyuhan nabiy. Ose kjo është meselë e madhe. O ti i dërguar, Allahu xhela xhela, o ti i dërguar. Dërgesën ja ka dhënë Allahu xhela wala, pejgamberllëkin ja ka dhënë Allahu xhela, megjithatë ai ka thënë ja ayuhan nabi, o ti pejgamber. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahu me melaqet e veta e përshëndesin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E njëri prej neve fatkeqësisht, e shumë muslimanëve fatkeqësisht thonë Muhamedi edhe kur xhamun nuk thonë ata. Ka thënë pejgamberi thonë. Çish me ka thon pejgamberi, thoj sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhella xhella pistat palçivi thot ja ayuhan nabi, o ti pejgamber, se ka grad Muhamedi alayhi salatu wasalam. Jibraili thot ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, ti i dërguari i Allahut. A dhe shiko këtu i ka thon ja Musa, a Muhamedi sa mi ka thon ja nabi, ja ayuhan nabi. Po gjithashtu vëllazër, është privilegj i madh me qenë ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A dhe dashoj Musa alayhi salam, shumë prej kërkesave që do t'i ban Allah i thot, jo, Musa, kjo nuk ka për tije. Kjo për Muhammedin s.a.s. dhe umetin e ti. O zot, ma jepë dhe qëta ka thot, jo, kjo nuk ka për tije, kjo për Muhammedin s.a.s. dhe umetin e tina. E i thot Allah u gja, ja Musa, inni stafejtuk, unë të kumë zgjedh tije. Alen nasi bide salati, unë të kumë zgjedh tije me mesajët e mija. O bi kelami dhe me fjalët e mija, unë të kumë folë drejt për drejt tije. Fe khudh ma atejtuke wa kum mine shakirin. Mere këtë qka të dham, pra nuk mund është me mpa. Mere këtë qka për të japna, qka për jep vëzër? Tevratin, ja jep Allahu gjela, ja shkrun me dorën e vetë, subhanahu wa ta'ala, në margaritar. Dhe ja jep Musa alayhi salatu wassalam plaka. Thëtë Allahu gjela, fe khudh ma atejtuk. Mere këtë qka për të jap. Wa kum mine shakirin. Dhe bëhu falëndërues. Pra bëhu falëndërues për të mira që ti dham, edhe mos u shqetëso për atë çka s'ta mundësum, që nuk patë mundësi me mpa, s'ki mundësi me mpa. Pasat të Allahu xhelalu ala, wa katabna lahu fil alwah. Dhe na, shiko, ja shkrujtëm Musait alayhi salatu wassalam në pllaka. Ja ka shkruajt Zoti i Madh xhelle xhelaluhu Tevratin. Ja ka shkruajt Allahu xhela Tevratin Musait alayhi salatu wassalam. Lahu fil alwah min kulli shay'in maw'idha. Për çdo punë i kemi dhënë nasihat. Për çdo punë i kemi dhënë këshill, për çdo çështje që i duhet e ka një ligjërat, e ka nga një mësim, nga një dispozit. Krejt çka i duhet ja kena shkruajtur në Tevrat. Allahu i xhelalu ja ka shkruajtur. Apo, thot Allahu te bareke ve teala, wa tafsilan li kulli shay. Dhe kemi bërë qartësim për çdo send. Çka ti duhet e ka detaj, çka ti duhet e ka me hollësinë më të madhe.
Fe khudha bi quwwa. O Musa, merre me kuvet. Ka në transmetime në komente nga Ibn Abbasit dhe tjerë, ka thonë merre me kuvet. O Musa alayhis salam, çka të lexojsh në Tevrat për popullin tan, ma të ranë merre për veti. Shikoni vëzë. I ka thënë Allahu xhelalu ala, o Musa, çka të ka Tevrat për popullin tan, ti ma të ranën e ki për tije. A para ata pak më e lehtë. Dhe kjo vëzë është traditë e çdo pejgamberi. Ma të ranën e merr për veti, ma të lehtën e le për popullin e vet. Muhamedi alayhis salam e kish merak shumë misvakin, vazhdimisht e përdorte misvakin. Edhe pak para se me deke ka përdor misvakin. Mirë po çfarë tha? Laula an ashqa ala ummati. Mos më mudhim të umeti se i ranoj. I kisha urdhëruar çdo namaz me ladhant. Çdo namaz me ladhant. Po këtë arsye shumë për dispozitave pejgamberi sa nuk i ka bë pse mos ranohet umeti. Ai për vetë ka fal më shumë, ka agjëruar më shumë, a lodh më shumë, ka dhënë sadaka më shumë. Mirë po çfarë? Madje kur ka hije vllai i Aishës dhe disa sahabi ku ka qenë i smut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju ka dhimbë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë alayhi salatu wasallam hadith që ka thënë Imam Buhariu, ka thënë wallahi mu më dhem koka sa dy pijuve. Dy dhimbta, do ti kur dhem krija fort. Para më dhe një dhimbë ti ku tjetër është ashtu fort bash, vetë ka përjetuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Andaj ka thënë fa khudha bi quwwa, marna me quwwat. Ktu dhe kemi një mësim shumë të rëndësishëm. Tevratin ja ka shkruajtur Allahu vet Musa alayhi salatu wasallam. Nësa neve Kur'anin nuk na e ka shkrujt, a janë ata më të mirë se na? Jo. Se neve Kur'anin Allah nuk e ka shkrujt. Allah e ka zbrit Kur'anin. Apo e ka çu Jibrailin dhe ja ka lexuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse këtyre ja u ka shkrujt e neve jo? Kur ta shkruan me dorën e vet, a më e madh sa me ta çu Jibrailin alaihi salatu wasalam? Mirë po vëllezër. Dietar çfarë kanë thënë? Jo. Tevrati është libri i madh i Zotit xhelel xhelalu. Por Kur'ani është më i madh, muhaimin. Kur'ani është mbi të gjithë. Kur'ani me të gjithë. Madje sot, nëse dikush e beson Tevratin, ose beson Kur'anin, nuk ka musliman. Nëse beson Injilin, se beson Kur'anin, nuk ka musliman. Nëse beson Tevratin, Injilin, Zeburin, se beson Kur'anin, nuk ka musliman. Nëse i beson krejt pejgamber, se beson Muhamedi sa nuk ka musliman. Patjetër me beson Muhamedi alayhis salam. Megjithatë nuk ka ardhur Tevrat, nuk ka ardhur si Tevrati i shkruar. E pse o vëllezër pse? Do ta shohna pak më vonë, do ta shohna pak më vonë. Se bitë e Israilit o vëllezër janë njerëz që e besojnë shumë të prekshëm. Do me prek. Më pasor Musa alayhis salam ka thënë kështu. Më tha Allahu kështu. Ku tha? Andaj sa kanë shkuar pak para Palestinës, para se me mëni Palestinë, se nuk do të hinë Palestinë. 40 vjet kanë mbushatit para Palestinës në Palestinë. Nga humbja që u shkakton Allahu xhelala. Mirë, po çka i thonë Musa alayhis salam? A ki folti me Zotin? Po. Ku atë vrati? Do me prek. Andaj Allahu xhelal çfarë thot? Wa katabna lahu fil alwah. Por shkak se natyra e popullit që ka më shku, ka merak ta preke. Çe, pe Allahit e ki. Kjo pe Allahu xhelal. E neve Allahu xhelal Muhamedit e Muhamedit e ka privilegjuar. Ka thonë juve s'u duhet kështu. Ju e besoni se Muhamedi sa mi ka zbrit Kur'ani. Pejgamberi sa ndezër sikon ka pas munim edhe u ka dirsuar. Edhe u ka munu shumë. Kur u ka liruar, ka thonë zbriti çu kjo ajet. Edhe ka lexu, kaç musliman ka thonë kri, çka ajet Allahu xhelalu ala. Apo nuk janë si bitë e Izraelit. Andaj sahabit kur kanë dalë në luftën e Bedrit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ndodhim të ligjërata tjetër, i kanë thonë sahabive pejgamberi sa ka thonë eshiru alayya ayyuhal qawm. Ka thonë kallxomni çka më bë o ju popull, se s'kena dalë me luftue. Ama muhabeti do me dalë luftë. Edhe Ebu Bekri ka thonë ja Rasulullah çka të thuaj ti? Omeri ka thonë ja Rasulullah çka të thuaj ti? Pejgamberi sa ka thonë folni më. Ai Ebu Bekri tu fol. Atëra u çu njëri prej ansarëve ka thonë ja Rasulullah, mos e ki me neve? Mos e ki me ansar? Po, ka thonë shikoj ja Rasulullah, si thush me hin deti hina. Se na nuk kena si bitë e Israilit që i kanë thonë pejgamberit vet, idhhab anta wa rabbuka faqatila, shko ti me Zotin tan luftoni. Jo, wa inna ma'aka muqatilun, ka thonë na hina luftona bashkë me ti. Apo, për këtë arsye dallon ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me bitë e Israilit ku dallon se ata kanë besuar shumë prekshëm. Ata do të vinë kur Allahu xhelala do t'i thirr do bitë Israilit, do të hajde me mua, shkojna me Zotin xhelal xhelalu me fol. Edhe ju keni më nejt pak më anash. I zgjedh më të mirë pyetënë, edhe në fund çka i thonë? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan. I ka thonë, o Musa, po na speshof në Allah. Jo më të mirë pyetënë. Speshof në Allah, do më pa. Andaj materializmin e kanë shpik këta. Këta e kanë shpik materializmin. Jo këta të Musait alayhis po dhe që kanë ardhur bavol. Dhe që kanë ardhur bavol. Thot Allahu te bareke ve teala vazhdim. Fa khudha bi quwwa. O Musa, marra Tevratin me kuvet. Wa'mur qawmaka
Ya'khudhu bi ahsaniha. Ka thonë dhe thuaj popullit tanë, urdhëroje popullin tanë, le ti merr mësimet e Teuratit në mënyrën më të mirë. Pse ju ka thonë atë me morë me kuvet? Se më horin ato, ata nuk e morën me kuvet. Thot Allahu xhelal se urikum daral fasiqin, do t'ju tregoj juve kush e meriton shtëpinë e prishurve, apo kush janë në shtëpinë e prishurve. Ka ardhi komente. E para, kam ja u kallëzuar në xhenemin atyre që sungojnë mua. Komenti i dy cili keni me shku në Palestinë, aty janë disa njerëz të prisht, ju doni mi mujt ato për me marr Palestinën. Por me marr Palestinën. Mirë, po do ta shohim kur vim te ato se si këta do të dezertojnë nga hyrja në Palestinë. Thot Allahu te bareke vazhdim. Sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Thot Allahu te bareke ve taala do t'i largoj nga ajetet e mia ata të cilët janë mendje mëdhej në tokë, të cilët bëjnë mendjemasi pa hak. Ata sa herë që e shohin një ajet, sa do ajetet që shohin, nuk i besojnë atyre. Dhe sa herë që e shohin rrugën e drejtë, nuk e marrin rrugën e drejtë. Dhe sa herë që e shohin rrugën e shtrembërt dhe rrugën e devijimit, e marrin për rrugë. Kjo nga se ata nuk i besojnë ajetet e tona dhe i përgënjëstrojnë dhe janë të pakujdesshëm nga ndaj fakteve të Zotit te bareke ve teala. Walladhina kadhabu bi ayatina, ata të cilët i mohojnë ajetet tona, wa liqa'il akhirah, dhe e mohojnë takimin e fundit në ahiret, habitat a'maluhum, do të prishin atyre veprat. Thot Allahu xhalla xhelalu, hal yujzaun illa ma kanu ya'malun. A nuk marrin për shpërblim njerëzit pos rezultatin e punëve të veta? Vazhdon Allahu xhalla thot, wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar. Tani në surën Al-A'raf Allahu e ka dhënë si khabar. A në surën Taha Allah e ka zënë drejt për drejt. Tani përcjell në kush do me përcjell prej ajetit 80 nga surja Taha. E njëjta ngjarje, mirë por rrëfimi merr tjetër kënd. Nga ana tjetër e tregon Allahu xhelala dhe surën Araf çka thot? Thot Allahu xhan vazhdim. Thot, e kur u kthi para se mu kthi Musa alayhis salam te populli i vet, pasi foli me Zotin dhe e mur të vratin, para më e ka mor librin e Allahut, a populli vet atje ato adhuru viçin. Ata i kanë thonë shko ti fol me Zotin, po të presnë Allah. I ka lanë musliman, kur ka shku i ka gjetë të adhuru viçin, disa prej tëre, një numër i madh i tëre. Thëtë Allahu xha vazhdim, ja bani Israile, o bitë Israilit, qad anjaynakum min aduwikum. Ne, o bitë Israilit, u shpëtuam juve për i faraonit, për i armikut juve. Wa wa'adnakum janibet turil ayman, dhe u premtuam anën e kodrës të turit, pjesës të djathtë. Wa nazzalna alaykumul manna was-salwa, ju zbritëm prej qiellit ushqim, mjalt dhe plumba, misht freskët prej Allahu xhallahu ka zbrit piqillës. Thot, kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahill alaykum ghadabi. Ka thënë, hani nga të mirat e pastërta të Allahu xhallahu që u kemi furnizuar. Mos e teproni në tokë, mos e teproni me rrezik, mos e teproni për këtë dunja. Thot Allahu xhallahu, fayahill alaykum ghadabi. Mos t'ju zbresë hidhrimi jam mbi juve. Wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa. Kuj në izbrat hidhrimi Allahut mbi ta, ka me shku në xhenem. Allahu në rëpi hidhrimi Zotit xhallal xhelalu. Pas e ka thënë, wa inni ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Unë jam falës i gabimeve të secili njeri që pendohet dhe beson dhe bën vepra të mira, thumma ihtada, pastaj udhzohet në rrugën e Zotit xhallal xhelalu. Vini tani. Nga ajeti 83, thot Allahu xha, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. I ka thënë Allahu xhalla xhelalu, pse u gute me artit ti te na o Musa? Pse? Nga se Musa kur ka shku te Zoti agut. Pse agut? I ka thënë Allahu xhalla xhelalu, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litardha. I ka thënë Allahu xhalla xhelalu Musa alayhi salatu wassalam, ka thënë o Zot, populli jam atu ndjek mua. Aja të menu që i kalanë që shduhet, aja të menu që i kalanë musliman që shduhet, së që janë të adhuru veç ato. I vëllezër, këtu ka ndodhi skandal i madh. Skandal
të cilën e ka regjistruar Allahu në Kur'an. E ka lexuar surën A'raf dhe surën Taha. Në surën Taha ka lexuar detaj. Çka ju ka bërë? Çka ka ndodhur vëllezër? Thot Allahu xhel xelalu, "Wa ajiltu ilayka rabbi litarda." Ka thënë Allah, unë u nguta, ma shpejt erdha te ti, që të kënaqesh me mua. Që të kënaqesh me mua, që mos jesh i dhënë me mua. Thot Allahu xhel xelalu, "Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri." Ka thënë o Musa, ne e kemi sprovu popullin tanë. E sprovum e ata ranë sprov. Shiko, me 40 dit munges të Musait a.s. e ka shfrytzu Samiriu me bo sherr. Qa ka bo dhe zë? Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, i ka devijuar popullin tanë Samiriu o Musa. Apo, këtu dhe zër, ata ka dhe hadithe se Musa a.s. e ka morë lajme se ka deviju populli vetë. Ama ka thonë pejgamberi a.s. nuk është lajmi si sini, nuk ka me nije si me pa. Allahu pikallzon, populli jot ka deviju e ka morë viçin për Zot, edhe ata adhruhe. Ama këtu e ka morë plakat Musa a.s. Edhe do ta shohim kur shkoja atje, kur ti shohë me si i ka lënë musliman, tash janë të adhru viçin. Thot Allahu xha vazhdim. Faraja Musa ila qaumih. U kthi Musa a.s. te populli i vet, mas 40 ditëve që ka nejt me Zotin e vetë të bareke ve teala agjërim, dhe ka fol me Zotin e vetë, dhe ja ka dhënë Allahu plakat e Tevratit, dhe ja ka shkujt aty këtë ligjet e Zotit Gjelle Gjelalu. Pastaj shpej ka thënë, faraja Musa ila qaumi ghadbana. U ka kthi Musa nervoz shumë, se ka mor lajm se populli jot ka devijue. Pastaj ka thënë, ghadbana asifan, i musht mlef pi nervozës, çfarë lajmi ka marrë për popullin e vet. Dhe Allahu xhela xhelalu, qala ya qaumi, kur i ka ardhur i ka pa, ka thënë, o populli jam, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. A nuk ju ka dhënë Zoti juve premtim të mirë? Afa tala alaykumul amad, a 40 ditë ju dukon shumë që s'ka shkëtuar? Për 40 ditë prej adhurimit Zotit në adhurim viçit keni kaluar. A shikoni sa shpejt e njerëzit e marrin ka qenë ram? Thot Allahu xhela xhelalu, afa tala alaykumul amad, a shumë ju duk që 40 ditë mungova? Për 40 ditë që jam kanë, e keni ngu Samiriun me adhuru viçin subhanahu wa taala. E kanë marrë viçin, e kanë lënë Zotin e Madh subhanahu wa taala, e kanë lënë Allahu xhela xhelalu që i ka krijuar. Eudhu billah. Dhe Allahu te bareke ve teala thot, ju tha Musa, a gatu vanova, a shumë gatu ju duka 40 dit. Apo thot Allahu xhela xhelalu, am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum. Ju a doni Allah i me zbriti dhnimin e vet mbi juve. Thot Allahu xhela vazhdim, fa akhlaftum maw'idi. Sa të këqi, sa keq kini nejt, ma kini thi besën. Unë mungova e prishët fjallën, unë mungova 40 dit e murët adhurimin e vishit. Dhe të Allahu i vazhdim, kalu, tani këto kanë fillu marë që tua, kalu, ma akhlefna mau'idek, nëse kena prisht besën, ja, nuk bin shpin as një moment. I që as njerë, këta kur nuk din me thonë, po, e adhurum vishin, që kjo, qka i të pa që shtoha? Ja, shiko, mini harë fajnë që tërkujna. Kur si kanë fajt këto? Kur, këtë reali Musa ka bima, se shkove ti, se në lave neve Samiriun. Sehar, ata sehar drejt e kanë, muqut, qilë, tokë, sehar ata e kanë mirë. Qështu që janë disa njerëz, abe sehar e ka mirë aj edhe kur ban zullum, aj sehar e ka mirë, ty be ki fajt, ti e kujdestari fajtor. A e keni ba që i thënë ana, kur shkon spital ati, kur shpunon ditën, a njani ati, e dini që i thojnë, kujdestari, se s'ka doktor ati në stop, e rrini kujdestar për rast e urgjence. E janë disa njerëz pa e kanë fajtorin kujdestar. Kush është fajtor? Që ti i fajtor. Sa herë që s'kishte shi toka, çka i thon te Firauni, Musa alayhis salam i thënë, ti i faja. Që s'be shi unë i kam faja. Shtoja kësaj se Musa robi i Zotit, a ki qafiri i Zotit. Edhe ky ka faja, Firauni jo. Shiko, qalu ma akhlafna maw'idak. Ja, ka thënë nuk e kena prish besën. Ka thënë bi melkina walakinna humilna awzara min zinatil qawm. Ka thënë ne
se keni bëu këta me dëshirën tonë. Sa kanë kjo në fuqinë tonë. Ka thonë mirë, po ne i kemi bardh gjunahet e zinetit popullit. Çka kanë bëu vëllezër? Çka kanë bëu? Kur ka ardhur Musa alayhis salam pite Egjipti në pas detit kuq. Çka ka bëu? I ka dërgu do njerëzin në Egjipt, i ka kthije. Ka thonë shkoni krejt altanin, çka ka met aty bëvoni mua, bënë popullit, sa jo jona. Sa ata ne ka marrë me zullum faraoni. Edhe ka pru shumë altan kanë prua. Kanë pru shumë altan. Kur ka mungue 40 ditë Musa alayhis salam e ka shfrytzuar çat altan Samiriu. Ç'e ka shfrytzuar? Te Allahu xhela vazhdim. Fa qadhafnaha fa kadhalika alqa as-Samiriu. E ka marrë do altan kur ka mungu Musa alayhis salam 40 ditë ka shku me fol me Zotin e vet xhel xhelalu. Samiriu ju ka thonë, ç'gjënjeri ju ka thonë, Musa e ka haru Zotin këtu, e ka hub ka menu se është te Turi Sejna. Shiko. Dhe këto kanë rënë çasi niveli kanë besuar. I kanë besuar. Ka thonë Musa e ka haru Zotin këtu. Ka thonë çish ku e ka haru Zotin? Ka thonë mbledh me një altan ju kallzoj. Mbledh me një altan ju kallzoj. I kanë pru këto altan, edhe kanë prua. Kur e ka pru altan, e ka shkrinj altanin në zjarr. E ka shkrinj altanin në zjarr. Kur e ka shkrinje, e ka rregullu, e ka skalit, e ka kalit, e ka rregullu, e ka bëhe shtatore viçi. Një shtatore të madhe të viçit, këtë pi altanit e ka bëhe. Edhe e ka lanë gojën qelë viçit. Apo kur ka ardhë Musa alayhis salam para detit, ka ardhë Gjibraili me kali. Edhe kur ka shkel kali, e ka lanë një lloj shenje. Apo një lloj shenje. Në qatë shenjë e ka prek Samiriu, e ka pa. Apo dëgjon çka thot Allahu xhela xhelalu. Fa qadhafnaha fa kadhalika alqa as-Samiri. Këta ka bo Samiriu, ai ka rregullu me altan këtë punë. Thot Allahu xhela xhelalu. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Ja u ka rregullue, një viç, a këto e kanë lip vetë një arviqin. Samiriu që ka thonë, a lipu qëta po, që ko? Mirë po, shka ju ka thonë, vëzër, vëdëgjoni shka ju ka thonë. Thëtë Allahu te bareke ve teala. Ja u rregulloj një viç prej altanit. Me altan të tënë, shiko, me parën e vetë i ka të viju. Bebi ka thonë altan, unë ju ka zë qysh, ku e ka haru Zotin Musa. Edhe pastaj, për mi bind, ka thonë kjo, po kjo as fol ka skurgjon, as zans paska. E ka mora dheun, çka e ka mor prej kalit të Gjibrailit kur ka ardhur për me provoku kalin e Firaunit, e ka mor për asaj pjese. Edhe çka ka bë? Ja ka gjujt viçit. Edhe viçi, thot Allahu xhela, lehu khuar, ka shluzan, sikur që pall viçi. Dhe parano, pallmën e viçit e kanë llogarit për Zot. Hasha wa kella. Anon far krimi kanë bë. Thot Allahu xhela vazhdim. Fa qalu hadha ilahukum wa ilahu Musa. Dhe kanë thanë, ka thanë Samiriu, dhe i kam rridhë të tjerë, ka thanë, a i në dhe ju me mu po. Ka thanë, a i dhe i binda këto. Ju ka thanë, që kjo është Allahi juve edhe Allahi Musës. A kuptojnë dhe zë farkrimi kanë po? Lezone, Kur'an, ajeti 88 nga surja e 20, surja Taha. I kanë thanë, fa kalu hadha ilahukum, që kjo Allahi juve, wa ilahu Musa, dhe që kjo Ilahi Musës. Vici. Mirë po dhe zërë, Allah e ka rahmetin e madhë, Allah e ka mëshirën e madhe për ndryshë, thëtë Allahu xhele xhelalu. Me i ndëshku Allah njerëzit për krimet që ka i banë, nuk e le asë një gjales në tokë. Para mënoj ju ka thonë vici që kja Allah i Musës. Që kja Allah i Musës vicit i ka thonë. Ama Allahu xhele xhelalu kër e përmenë këtë razë në Kur'an, thotë, wa ma dhalemuna, lakin kanë në fusë më jadlimun. Neve s'ta kanë bëhë zullum kur gjo. O dhe zërë, që ta kuptojnë se kanë jashtë, për kuptojnë ana. Sa i dhënohet Allah me këtë vepra. Apo me të thonë, me morë ndikush një viç, edhe me i thonë familjes vetë, për tije, që ki është aj, që ki vici aj. A e ki po njëri sa i dhënohet këritu, o viç, a jetë, sa, o i lop, a i dhënohet. Këto për Rabbul Izzën, për Rabbul Arshin e adhim, ka thonë që, ilahukum, o ilahu Musa, që ki Allah. Pasa që ka thonë, fe nesije. Ka thonë po Musa gjuna ka haru Allah i këtu ka shkua gjithë e lip në Turi Sejna. Hasha wa kella, subhanallah i adhim. Sa i mëshirë që ma Zoti Gjellë Gjellalu që i ka tolerue, që ka dhe zërë, andaj në dunja më nësh me posh ka dush. Më nësh edhe vicit mi thonë Allah,
Mund të vishë me thon Zot, mund të vishë me adhuru, mund të me bë krim, mund të me vrojë njerëz, mund të me bë padrejtësi, mund të me burgos, mund të me torturu, mund të me shpif, me bë akuza, ama. Ditën e Kiametit ndrojnë muhabetet këtej. Krejt kanë me dalë, këtë qëtë. Jo me tuble sarair, ditën ku shpalosën, këtë të fshetët. Allahu imbulov gjunat tona, ndunja në akhirat ja Rabbal Alamin. Shumë aran me dalë para Zotit me gjunahe. Shumë aran para Zotit runa Zot me dalë me shirk. Allahu në rujt. Dhe Allahu gjele gjelaluhu. Efela jeraune, ella jergji'u i lejhim qawlen, wa la jemliku lehum darran, wa la nef'a. Shika, i ka thanë, a nuk e kanë pa ata, sa i vici, as nuk fol, as nuk ka ndorë kur gja, as dobi, as dam. Veç pi altanit e kanë marrua. Apo, veç pi altanit, pe altanit të vetë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa laqad qala lahum Harunu min qablu ja qawmi, innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahman. E Haruni a.s. i ka të qërtue. Ne do të dhim, Musa a.s. do të përlahat me vllaun e vet, do të rroget me vllaun e vet. I ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, ata e kishin marrë nasihatin për Harunit, kur ju ka thënë, o populli jem, kjo fitne, kjo sprov, më sadhëroni viçin, s'është ky Zoti i madh, s'është ky Allahu Gjellë Gjellalu, s'është ky Rabbul Izzat, s'është ky Zoti i lartë madhria e tina e cila mbi 7 palqije. Dhe Allahu te bareke ve taala, wa inna rabbakumur rahman, Zoti ju është Rahmani, fattabi'uni wa ati'u amri. Ju ka thënë Haruni, ngomni mua, ndjekëmni mua, ngomni urdhat e mia. Qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna Musa. I ka thënë populli vet se ka ngu Harunin. Haruni u konë më i but, apo, dhe nuk e ka pas autoritetin e Musait a.s. I kanë thënë, jo, ne vazhdojnë a mirasesh dhe këti viqit deri sa të vjene Musa. Këtë këthejet Musa, e këshirmi, shka të në thot aj? Thot Allahu te bareke ve teala, thot, ne nuk ndahemi deri sa të këthejet Musa. Kale ja Harunu, kër ka arë Musa a.s. I ka thënë, ja Harunu, ma mena'ake idh raejtehum dollu. O Harun, o vlavjem, pse s'ke reagu kur i ke pa? Pse s'ke reagu, pse si ke ndalë? Në surën e Araf, shiko, Allah e përshkon ndryshe, se një pjesë e ka zonë këtu, një pjesë aty. Në surën e Araf, thëtë Allahu Gjellu Ala, wa lemma raja'a Musa ila qaumi khadbana asifa. Ajetin 150, thëtë Allahu Gjellu Ala, kër u këthi Musa të populli i vetë, i mbushur zemrim dhe hidrim, kale, bi'se me khaleftumuni, sa keq që pas ki nejt pas muhe, sa keq që si pas ki majt fjallën, sa keq që pas ki bo me këtë vich. Min ba'di a'gjiltum emra rabbikum, a shpejt, a shumë ju duk 40 dit që unë kesh me Zotin e juve Gjellë Gjellalu, wa alqal alwah. Sura Araf, ka ardh, ajetin që mbezet, i ka gjujt plakat, pe nervoze. A me ja ka falë Allahu Gjellë Gjellalu. I ka gjujt plakat, se nga ajo skandale që ka e ka pa, e ka gjujt plakat. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu, wa akhadha bi ra'si akhihi. E ka kop për floke, për mjekre. E ka kap Harunin. Dhe kjo çka argumenton dhe zër, se të gjithë pejgamberët pa përjashtim kanë qenë njerëz burra me mjekra. Këtë kanë qenë me mjekra. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu, wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu. E ka kap për mjekre vllavin e vet dhe e ka ngreje. Ka thënë, o Harun, çka ki bën ti, ku je kon ti, çish i ke lanë me bë këtë vit? Çish i ke lanë ti me adhuru viçin? Ne më Zoti Gjellë Gjellalu. Ka thënë Allahu Gjellë Ala, kale ibn ka thënë, o djali i nanës teme. Pse i ka thënë? Pra, o vlla, o ti cilë ka bon i nanë, ka dale pak, ka dale të ka zemë shumë ngrejnë për mjekre, se si kam faje tune. Thëtë Allahu Gjellë Ala, kale ibn innal qawma sad'afuni. Ka thënë, këta, ki popull, këto më logaritën mu dopë, më thënë, hasë largoju ti, se të ngojnë atije. Istad'afuni, s'ma murën fjallën, s'm parë mu autoritet për me mngue. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu, wa kadu yaktulunani. O vllajem, o Musa, kanë të mvra mua. Unë u të doha me ndalu, kanë të mvra. Dhe unë largova, kanë ka mujtë e ka pështu, kush ka mujtë, ka shku ka ramë fitnën e viqit. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu, fela tashmud biyal a'da. Ka thënë, o vllajem,
Mos u ngrej për mjekre para njerëzve dhe mos u mbërtit para njerëzve se jeti knasht armiq të Zotit. Jeti knasht armiq të më ngrej mua mjekrën. Mos u ngrej mu për mjekre se jeti knasht armiq të Allahu xhela xhelalu. Ka thënë Allahu te bareke ve teala wala taj'alni ma'al qawmi adh-dhalimin. Mos u mban mu ka thënë me zullumçar. Mos u numro mu ka thënë me zullumçar. Se unë spata çka më bë. I ndalova po nuk u ndaluan. Te Allahu te bareke ve teala qala rabbi ighfirli wa li akhi. Pastaj ka qetsu Musa. Ka thënë Allah falem mua edhe falem vllavin tem. Wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ka thënë Allah na ban neve që të hym në rahmetin tan. Na ban neve që të hym në rahmetin tan, se ti je më i mëshirshëm prej atyre që mëshirojnë. Nuk ka mëshirë se mëshira Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim. Krejt ata që kanë adhuru viçin, kanë me psu hidhnimin Allahut, kanë me shkijue idhnimin Allahu te bareke ve teala. Wa dhillatun fil hayati dunya, dhe kam i rok poshtërsia në jetën e kësaj bote. Do shohim çfarë poshtërsie do t'i rok ta njerëz. Qoftë Allahu xhela xhelaluhu wa kadhalika najzi al muftarin. Ne kështu i shpërblejm kanë ata të cilët janë të poshtër. Pastaj na tregon Allahu te bareke ve teala surën Taha se ju ka thënë Allahu te bareke ve teala në vazhdim ala tattabi'anni afa asayta amri. Ka thënë o Harun, pse s'mngove, pse si ndalove? Qala ibn la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israila wa lam tarqub qawli. Të sura Taha kanë ardhur disa fjalë që ka thënë Musa alayhi salatu wasalam, Haruni dhe Haruni Musa alayhi salatu wasalam. I ka thënë o djali i nanës time, o vllavia, ka thënë mos më kap për mjekre dhe mos më kap për kokën time, sepse unë pata frikë që mos të më thush ti mua pse i ki coptu bitë Israelit. Na Allah si kina vendos kom të mirë për Firauni që kina ik. Po këto janë popull ignorant që e adhurun viçin. Mos më akuzon mua, mos më kap për mjekre mua. Unë s'dashta ti baj copa, nuk dashta ti shpërndaj dhe sa të vishti. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, dhe nuk dashta me më thanë pse mi ki përqa popullin, pse s'ma ki ngu fjallën. Të Allahu xhela xhelalu qale fama khatbuka ya Samiri. I ka thënë Allahu xhela xhelaluhu, i ka thënë Musa alayhi salatu wasallam, tregon Allahu xhelala, i ka thënë Samiriut. E ti o Samiri, çka ke bë? Sa e ka ndrejt viçin? Ka thënë qale basurtu bima lam yabsuru bihi. Ka thënë Samiriu, unë kum pa çka këto s'kan pa. Çka ka pa? Gjurmët e kalit Xhibrailit kur ka ardhur si kalorës. E ka mor pak zall me çata e ka bëu. Te Allahu te bareke ve teala. Qale basurtu bima lam yabsuru bihi fa qabadtu qabdatan min athar rasul. E mora unë prej gjurmëve të Xhibrailit alayhi salatu wassalam. Fa nabadhtuha wa kadhalika sawalat li nafsi. Edhe ja u rregullova viçin, mashtroi mu nefsi. Me çka soski. Nefsi jam, e ki po valla, gabova. E ban krimin deri në qiell. Qa me bo, o bo, e bona. A që shtu o leta? Apo, me një status Facebook i bëstaj, apo? Gufrane ke rabbena. Na falë o zotë jo. Gufrane ke thuhet kur dilsh për nevojtorës. Jo ku të bësh krim, jo ku të adhërojsh viç, jo ku të bësh zullum tokë. Të Allahu te bareke ve teala, vazhdim. Ka thënë qale fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Ka thënë shko. Populli që ka adhuru viçin kanë tjetër trajtim. Ata tjetër dënim kanë me morë. A ti ki me nejt vet. Ki me nejt vet si ndëshkim. Zgudzon as një njeri me ardh me të afru. Ki me dek vet, as ki me hangër, as ki me pi derisa të dalë shpirti. Ç'kja të ke dënim ti? I ka thënë, ti kushdo që të afrohet, kimi thënë, la misas, mos afro me mua. Kushdo që të afrohet ti kimi thënë, s'ka me mprek, mos largo, se kimi usmue, ka me trok dënimi Allahu xhelalu xhelalu. Wa inna laka maw'idan lan tukhlafa. Ka thënë dhe ti e ki një dënim në ahiret, enes kimi mor përpara Allahu xhelalu xhelalu. Ka thënë wandur ila ilahik. E ka thënë tash ti ki çka dënim. E këshire unë shka i baj që ti zotit tanë shka i ki boti. Ka thënë wandur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan, të cilin i ke nejt ti ati edhe i ke bosejsh, edhe i ke nejt nga. Këshire shka kena mi bëha. A o zot kjo ajo? I ka thënë Allahu te bareke ve teala lanuharriqanna. Ka thënë Musa alayhi salatu wassalam, ka me ta djeg. Ka me ta djeg këtë viçin. Thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Pastaj ka me mor, ka me djeg dhe krejt të copa ka me gjujt ndeti.
Thot Allahu te bareke ve teala inma ilahukumullah. I ka thënë Musa alayhis salam, Allahi është vetë Zoti juve. Veç Allahu I madh është Zoti juve, jo ki viçi. Thot Allahu te bareke ve teala alladhi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma. Nuk ka zot përveç Allahut. S'ka zot që meriton adhurimin përveç Allahut. Me çdo sen çka ekziston, Allahu e ka përfshirë me dijen e vet. Këtu vëzër, deri këtu, këta kanë adhuru viçin. Tani do të na tregon Allahu në surën Al-Baqara çka ka ndodhur masi e kanë adhuru viçin. Si ja pranon Allahu pendimin, si rregullon Allahu xhelalu dhe si do t'i dalin problemet shumë të Musait alayhis salam me këtë popull, me ngjarjen e lopës, e si do t'u thonte Khidri për t'u takuar me Khidrin alayhis salam, dhe si do t'i ndodhin disa prej ngjarjeve të cilat do t'i shohim me lein Allahu te bareke ve teala. Elusim Zotin e Madh xhelalu, që Allahu te bareke ve teala këto ditë të treta të Ramazan që kanë kalu, Allahu t'i ban kabul për neve. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelaluhu çdo kontribut tonin, çdo vepër të mirë, Allahu ta regjistron në regjistrin e veprave të mira dhe veprave të pranuara. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Allahu na mundson me lexu Kur'anin, me mësu Kur'anin, me mësu hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh xhelaluhu që kudo që ja kemi çolluar, ajo ka qenë prej Allahut, Allahu na shpërblej, e kudo që kemi gabuar ka qenë prej meje, prej shejtanit. Elusim Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.